Në Lushnjë është përkujtuar sot 5 maj, dita e dëshmorëve në nderim të atyre që dhanë jetën gjatë luftës nacionale çlirimtare. Në këtë ceremoni përkujtimore e zhvilluar në varrezat e dëshmorëve në Lushnjë, morën pjesë përfaqësues të shoqatave dhe organizatave të dëshmorëve, veteranë dhe pasardhës të tyre, si dhe autoritetet më të larta vendore dhe deputetë të qarkut fier që përfaqësojnë Lushnjën në parlament nga Partia Socialiste. Të pranishëm në këtë aktivitet ishin drejtuesja politike e Partisë Socialiste për qarkun fier, Belinda Balluku, kryebashkiakja Eriselda Sefa, ministri i financave dhe deputeti Petrit Malaj, si dhe deputetët Asfërar Haxhiu, Kiduina Zaka dhe Elton Korreshi. Ceremonia nisi me intonimin e himnit kombëtar dhe më pas vijoi me vendosjen e kurorave dhe buqetave me lule pranë monumentit të dëshmorëve, në shenjë respekti dhe mirënjohje për të rënët për liri. Të pranishmit u përkulën me nderim para veprës dhe sakrificës së tyre. Mëtej aktiviteti vazhdoi me homazhe pranë varreve të dëshmorëve, duke përkujtuar një nga ditët më domethënëse të historisë së vendit. Në përfundim të ceremonisë, drejtuesja e qarkut fier, njëkohësisht deputete Belinda Balluku, përcolli mesazhin e saj për këtë ditë, duke theksuar rëndësinë e kujtesës historike dhe detyrimin për të ndërtuar një të ardhme më të mirë në nder të sakrificës së dëshmorëve. Lemi me respekt dhe mirënjohje në kujtim të qindra mira burrave dhe grave, vajzave dhe djemve, të cilët kanë jetën për lirinë dhe për dinjitetin e vendit tonë. 28.000 dëshmorë, të cilët sot dhe për herë do të mbeten një udhërrëfyes për sakrificën që ata bën dhe për të treguar një herë mirë se Shqipëria për ne është vendi ku kemi lindur, është vendi për cilin duhet punojmë dhe mbi të gjitha duhet jemi të bashkuar. Shumë faleminderit.